Një nga dukuritë më destruktive të shoqërisë cilësohet të jetë pedofilia. Kjo për arsye se bëhet abuzim direkt seksual dhe psikologjik me një fëmijë tek i cili pasojat cilësohen të jenë afatgjate, por në raste të caktuara edhe të pariparueshme për të miturin që bie prej kësaj vepre monstruoze. Nga sektori punëve të brendshme Tetov njoftojnë se nga fillimi i këtij viti e deri më tani, në regionin më të gjerë të Gostivarit është regjistruar vetëm një rast i sulmit gjinon ndaj një të miturit të moshës para 14 vjeçare. Bëhet fjalë për një vajzë që jeton në lagjen Pitarnic të Gostivarit dhe me këtë rast kundër të dyshuarit të këtij rasti është përgatitur kallëzim penal, ndërsa më pas nga gjykata themelore Gostivar i është shqiptuar mas paraburgimi. Gjatë vitit që e lan pas, në stacionin policor në Gostivar janë paraqitur edhe 3 akuza që kanë të bëjnë me ngacmim seksual ndaj të miturve. Kjo sipas nenit 188 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë. Nga stacioni policor në Gostivar njoftojnë se në të 3 rastet akti është kryer ndaj vajzave të mitura, ndërsa kryerës të kësaj vepre të shëmtuar kanë qenë 2 meshkuj të moshës së madhe dhe 1 i mitur. Sipas ligjit në fuqi të Republikës së Maqedonisë, për këtë vepër penale është parapar dënim me burg prej 8 deri më 10 vite, varësisht nga jo se kush e ka kryer aktin, në çfarë forme dhe kush ka qenë gjendja mentale dhe shpirtërore e viktimës së këtij akti monstruoz. Nga sektori punëve të brendshme Tetov ngren shqetësimin se rrjetet sociale ka shumë gjasa që fëmijët i vendosin në kurthin e pedofilëve, por kjo nuk është mënyra e vetme. Me këtë rast, nga ky nivel sqarojnë se gjithë popullata, pavarësisht moshës, duhet të jenë shumë të kujdesshëm gjatë kontakteve me njerëz të panjohur, të cilët me profile të rrjedhshme në rrjetet sociale, prapat të cilave qëndrojnë pedofil të mundshëm dhe të gatshëm për të vendosur në kurth të rinj të moshës së mitur. Kjo është përsa u përket statistikave zyrtare, por numri real i këtyre veprave monstruoze pretendohet të jetë shumë më i madh, nëse do të ekzistonin evidenca për ata që nuk e paraqesin rastin tek organet kompetente. Kjo pasi që në territorin e Gostivarit shpeshherë kanë qarkulluar thashe theme për raste të pedofilisë, megjithatë vetëdia qytetare për këtë lloj problemi ende nuk ka arritur në nivelin e duhur saqë këto raste të paraqiten tek organet kompetente ku do t'u jepet dënimi merituar. Paragjykimet janë arsyeja kryesore që këto ngjarje të rruhen në kuadër të familjeve si kujtime të hidhura me pasoja psikofizike për viktimat, por kjo nuk do të thotë se ato nuk ndodhin, thon sociologët. Që ky sekret publik të merr jehonën e duhur sensibilizuese, një rol shumë të madh mund të luajnë si institucionet, ashtu edhe shoqatat jo qeveritare, të cilat me një bashkëveprim cilësor do të ndikojnë në inkurajimin e viktimave për denoncim të këtyre rasteve dhe ky do të ishte një hap pozitiv dhe themelor që të thehen tabu të rreth këtij problemi dhe ndaj të njëjtave të veprohet në formë parandaluese. Ndryshe, Maqedonia është bërë shteti i parë në Ballkan që ka publikuar listën e pedofilëve të dënuar bashkë me fotografitë, emrat dhe adresat e tyre që janë liruar nga burgu. Që nga viti 2004, më shumë se 250 persona në Maqedoni janë dënuar për krime seksuale me persona të mitur.